Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahut falënderojmë, dhe vetëm për Allahut ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar, mëshiruesin, mëshirësin të na falë gjunahet dhe gabimet tona, dhe e lutem Allahun e madhëruar, krijuesin e gjithësisë, të na mbrojë prej të qiellit të vetëve tona dhe të qiellit të punëve tona. Atë njëri që Allahu i madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, pa kush që ta humb ajo rrugë përveç tij, dhe atë njëri që Allahu i madhëruar e humbi nga rruga e drejtë për shkak të punës së tij, nuk ka kush ta udhëzojë sërish në atë rrugën e drejtë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë është Allahu i madhëruar, krijuesi i gjithësisë, bujari më i madh të dhëruesi më i madh për njeriu dhe për çdo krijesë. Ai është i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë, i vetëm dhe i pashok. Vetëm atij i takon që zemrat tona të lidhen me atë dhe me askën tjetër përveç tij. Sikurse dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut, që nuk meriton të adhurohet dhe është i dërguar nga ai, dhe është detyrë për ne të besojmë se ai është i dërguar nga Allahu i madhëruar, i dërguar nga Zoti i gjithësisë, i dërguar nga Zoti i shtatë qiejve dhe i tokës. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të madhëruar, fjala më e vërtetë është fjala e Allahut të madhëruar, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i rrugës profetike. Dhe fjalët dhe punët më të këqija janë shpikjet në fe, që njeriu mendon se ka mundësi me mendjen e tij të shtojë diçka në fe, dhe kjo është e pamundur sepse feja e Allahut të madhëruar është e plotësuar dhe nuk ka nevojë për shtesa ose mangësime. Dhe kush shton diçka me vetdije në fen e Allahut azza wa jall ka bërë një nga gjunahet më të mëdha. Dhe feja Allahut azza wa jall është e plotësuar nga ai i vetëm dhe nuk ka nevojë për logjikat njerëzore të shtojnë diçka, të ligjësojnë diçka dikush në fen e tij prej adhurimeve ose prej marrëdhënieve njerëzore ose prej moralit. Të dashur vëllezër, falënderimi takon Allahut të madhëruar, të gjithdijshmit, të plotfuqishmit. Allahu azza wa jall është i gjithdijshëm për gjendjen e robit të tij, për gjendjen e dobët të krijesës së tij. Prandaj Allahu azza wa jall e mëshiron shumë krijesën e tij. Allahu i madhëruar është i plotfuqishëm në pushtetin e tij, në fuqinë e tij është çdo krijesë. Është Allahu azza wa jall, ai i cili i jep afat njeriu gjunaqar të bëjë gjunahe, dhe është ai i cili i jep sukses si njeriu gjunaqar të pendohet, të kthehet tek ai, dhe është ai i cili e pranon vendimin e tij, dhe është ai i cili krijuesi i gjithësisë, pasi e pranon pendimin e robit të tij, është shpërblen për të pendim dhe jep sukses të punojë punë të mira pas vendimit të sinqertë. Të dashur vëllezër, Allahu i madhëruar është ai i cili nuk e dënon njeriu me një herë pasi i bën një gjuna. Është për ligjin e Allahut azza wa jall që mos ta dënojë njerëzimin për çdo gjuna që ata bëjnë. Dhe nëse Allahu azza wa jall do t'i dënonte njerëzit për çdo gjuna që ata veprojnë me një herë, s'do beste mbi faqen e Allahut të krijesës njeri. Por sa Allahu azza wa jall e ka bërë detyrë vetes së tij ta afatizojë njeriu, ta paralajmëroj atë me sprova të fatkeqësi, që kanë pjesë për dënimit, por se nuk është dënim i cili nuk i mundson njeriu të kthehet sërish tek Zoti i tij. Prandaj, të dashur vëllezër, çdo kush për nesh, çdo individ
çdo shoqëri duhet të besojë se nuk mundet të shpëtojë krijuesit të tij. Nuk mundet të shpëtojë askush llogarisë dhe gjykimit të krijuesit të tij. Dhe Allahu Azza wa Jall e do kthimin dhe pendimin e robit tek Zoti i tij. Dhe nëse Allahu Azza wa Jall të afatizon, të jep kohë, mos u mashtro për afatizimin që Allahu të ka dhënë dhe të jep. Por se përkundrazi ki turp dhe ktheu me një herë tek Allahu i madhëruar, para se të mbushet ajo që themi në kupa, para se të mbushet caktimi për ty, dhe të vitë një Allahu e ruajt. Prandaj besimtari nga tiparet më të theksuara që ka muslimani është turpi. Ka turp nga Zoti i tij. Ka turp që Zoti i tij ta shikojë në një gjuna. Dhe Allahu është më xhelozi për krijesën e tij, kur krijesa e tij cënon një kufi për kufive të tij. Mbajni mend mirë këtë fjalë. Allahu i madhëruar për çdo vepër tënde të gabuar vonon nga mëshira e tij dhe jo nga pamundësia e tij, vonon por nuk haron. Detyrë për njeriu, nëse e thot veten e tij, le të kthehet tek mëshiruesi, mëshirësi, tek pranuesi i betimit tek Allahu i madhëruar, i cili gëzohet për bendimin e robit të tij më shumë se ai njeri i cili, siç ka hadithi profetik, i ka humbur deveja në shkëtir. Ishte me devën e tij në shkëtir dhe mbi devën kishte ushqimin dhe pijen e tij. Dhe shtrihet poshtë një pene për të pushuar dhe e lidh devën e tij afër tij dhe shikon që deveja si ishte më pas e çohet. Dhe thot u shkatërrova. Dhe aty të rretheket në shkëtirës, pa deve, si ishte mundësi të este, dhe u thonte pa ushqim, pa pije. Shtrihet pak, e zëgjumi dhe kur qohet, shikon sërish deve që kishte ardhur. Me lehen Allah dhe zohë, në mirësinë e tij. Dhe i ka gëzimi ima thot, o Zot, ti robi im, unë jam Zoti yt. Gaboj nga gëzimi. Thot profeti e selam, Allahu i madhëruar, gëzohet më tepër me pendimin e robit të tij, se sa ky njeri, ky rob, që cili gaboi në këtë gjendje dhe tha këtë fjalë gabuar, nga gëzimi i madh që kishte. Besimtari dhe njeriu duhet gjithmonë të di se ai është në dorë nga Allahu Azza wa Jall. Qejt dhe toka dhe shkapi midis tyre janë në sundimin e krijuesit në pushtetin e tij. Dhe askush mos mendoj se ka ndonjë strehim të tjetër, ndonjë fshehje, ndonjë mbrojtje nga Allahu i madhëruar. La malja wala manja illa ilejk. Nuk ka strehim, nuk ka shpëtim o Zot prej teje, vetëm se tek ty. Nuk ka shpëtim, nuk ka strehim prej teje o Zot vetëm se tek ty. Dhe tjetë ky një rregull në jetën tonë. Sa do që të takojmë, dera e bendimit është e hapur. Allahu i madhëruar gjithmonë e ka derën e bendimit hapur, por se pa abuzuar. Dhe Allahu i di fshehtësitë e qëllimeve tona. Pa abuzuar tek mëshira e Allahut, pa abuzuar tek mirësia e Allahut, se kështu të mashtron shejtani i mallkuar, sepse çdo shpresë që ka njeriu tek mëshira e Allahut dhe e largon nga Zoti, është mashtrim nga shejtani i mallkuar. Dhe çdo shpresë që ke tek mëshira e Allahut dhe ky është shkak, dhe kjo është shkak, kjo shpresë është shkak ta afrohesh tek Zoti i madhëruar, atëherë dije se kjo është mirësi dhe është e vërtetë dhe e drejtë si ndjenjë. Thot Allahu Azza wa Jall për t'i përkujtuar njeriut se ai dhe çka rreth tij
dhe i tërë universi është në dorën e tij. Dhe prej argumenteve të tij që tregojnë madhështinë e Allahut të madhëruar, është se qiejt dhe toka nuk mbahen dhe nuk qëndrojnë vetëm me emrin e tij, vetëm me urdhrin e tij, vetëm me lejen e tij. 7 qiejt palë, njëra mbi tjetrën. Toka, 7 toka, njëra mbi tjetrën. Dhe çka midis tyre për krijesave nuk qëndrojnë vetëm se me lejen dhe urdhën e Allahut madhëruar. Dhe ti o njeri i dobët që citon dhe gabon, dije se sa më afër Allahut azza wa jalla të jesh, aq më të mira je dhe aq në mirësi të ndaja je. Dhe sa më afër shejtanit të mallkuar të jesh dhe ushtrisë së tij, për atyre që urdhërojnë të keqja, aq në të keqe të jesh, aq në gjëra jo të mira të kalosh në jetën tënde. Allahu na ruaj nga kjo gjë. Të dashur vëllezër, çdo njeri prej nesh ka nevojë shumë të madhe të furnizohet, të armatoset, jo me armë, po me imanin e tij. Të armatoset me një iman dhe besim të fortë të qëndrueshëm. Të armatoset me devotshmëri, të furnizohet me punë të mira, sepse me të vërtetë njeriu në këtë botë është krijuar për të sprovuar. Të përballet me sprova të ndryshme, të përballet me tundime, të përballet me gjëra që e mashtrojnë, të përballet me kërcënime, me njerëz të fshin, me njerëz që e thrasin të keqen dhe sugjerojnë të keqen atij. Do përballet me smundje, do përballet me fatkeqësi, do përballet me tërmetën ndoshta, do përballet me zjarrin, do përballet me ujë, me përmbytje. Shikojmë sot në vendin tonë përmbytje të ndryshme, të shumta. Janë përmbytur vende nga shira që zpresin me urdhën e Allahut madhëruar dhe kanë ndruar dhe dëmtuar shumë njerëz. Dhe pak njerëz mendojnë se nga ka ardhur këtë mua, nga ka ardhur. Nga i vjen njeriu të sprova? Besimtari beson në besim të sigurt. Në radhë të parë i beson se është krijuar për të sprovuar. Dhe beson gjithashtu që të sprova nuk përballohen vetëm me iman dhe punë të mira dhe devotshmëri. Dhe beson gjithashtu se suksesi, të dalësh në sukses nga të sprova, është vetëm me suksesin që Allahu të jep. Dhe besimtari gjithashtu beson, të janë rregullat të nderuar vëllezër. Beson se çdo fatkeqësi, çdo diçka që i vjen nga dora e tij. O hoxhi nderuar, cili është argumenti? Argumenti i nderuar është fjala e Allahut azza wa jall: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir." Dhe çfarë do të thotë juve për fatkeqësive? Dhe atëherë ju kujtohet, kur i vjen e keqja, kur përmbyllet shtëpia, kur i diqet shtëpia, kur vi tormenti, kur i vjen një smundje të tmerrshme që të merron, si do doktori dhe dyja vjet ke, atëherë vjen njeriu për llogarit ku jam unë me Zotin. Ku isha unë? Kur dikush e ka shkit, i rëmben pasurinë, e kërcënon me jetën, nuk ka siguri, pra njeriut i vjen fatkeqësia, ajo që e lëndon, ajo që e përkujton, i vjen si pasojë asaj që ai ka vepruar në dorën e tij. Dhe çfarë ju vjen juve prej sprovave për fatkeqësive? Dijeni se vjen prej asaj që keni fituar në duart e juaja, por se përkujtoni se Allahu fal shumë. Allahu i madhëruar nuk i vjen juve me sprova fatkeqësi për çdo gjuna që bëni, sepse në shumicën e rasteve Allahu ju fal juve. Por se këto janë përkujtime, mësime për ato që dëshiron të mësojë dhe përkujtohet. Prandaj suksesi në sprova vjen vetëm nga Allahu i madhëruar. Mbasi besimtari e beson që kjo sprovë është nga Allahu azza wa jall, për shkak të asaj që ka vepruar
dhe kthehet me pendim tek Zoti, i kërkon Allahut azza wa jall mëshirë dhe falje, dhe i kërkon Allahut t'i japi durinë në sprova dhe t'i japi sukses në përballimin e sprovave dhe në daljen e sukses nga sprovat. Prandaj njeriu madhëruar në dynja ka shumë sprova të ndryshme. Por mos harrojmë që në botën tjetër sprovat vazhdojnë. Momenti kur det shpirti, jeta e vallit, momenti i ringjalljes, tmerri është një moment, një gjendje e tmerrueshme kur ringjallen njerëz nga varret e tyre. Momenti kur ai do japi llogari para Allahut azza wa jall, thot profeti alayhis salam, çdo kush për jush do të pyetet nga Allahu i madhëruar, s'do ketë një disti dhe Allahut përkthyes ose ndërmjetës, do të pyetet për çdo punë të tij. Prandaj kërkoni nga Allahu i madhëruar një llogari të lehtë, se llogaria e vështirë është merr në vetë. Do ta lëjë njeriu siratin, urën që është një zjarr e xhehenemit, më e pret se tehu i shtatës, më i hollë se floku. To nuk janë fjalë të një hoqe ose të dikush. Janë fjalë që e ka përshkruar profeti alayhis salam, që nuk thënë të mendja e tij për atë që beson normalisht. Që ai dyshon ose mohon, s'ka të pikë të fjalë normalisht. Kurse ai i cili beson sinqerisht, këto sprova dhe këto përjetime dhe këto gjendje e përkujtojnë, sepse dhe sprovat e dynjas, dhe sprova e vdekjes, dhe sprovat në bas vdekjes, ditën e gjykimit, nuk kalojnë me sukses vetëm se me lejnë Allah madhëruar, dhe se duke qenë i furnizuar me iman, me devotshmëri dhe punë të mira. Prandaj besimtari duhet përgatitet. Po Allahu azza wa jall, Allahu i përqendron ato të cilët besuan me fjalën e qëndrueshme në jetën e kësaj bote, dynjas, dhe në botën tjetër. Dhe Allahu i humbë të padrejtët, i braktisat, dhe Allahu vepron ato që do me drejtësinë. Alhamdulillah. Të dashur vëllezër, vërej që me vërtet shoqërinë tonë, në përgjithësi botë, idhujtaria është e përhapur. Paganizmi në format e tij, me ngjyrat e tij të ndryshme, është shumë i përhapur. Ateizmi si një besim modern, laicizmi, sekularizmi, besimet e kota janë shumë lehtë përhapura në shoqërinë njerëzore. Më pas dalin ke moralet, imoraliteti, shturja, imoraliteti në llojet më të ndryshme. Shturja morale, vrasit, vrit njeriu sot, vret 15 vjeçar, vret një i madh mosh një ditë tjetër, pse e vret ai vetë nuk e di, ai që vritet nuk di pse u vra, lidhet, plashkitet, korrupsioni nga forma më ndryshme, abuzime, padrejtësi, i forti shtyt të tortin, i madhi i fuqishmi e shkel të pafuqishmi. Çfarë pritet vëllezër pas kësaj gjendje? Dhe detyrën e besimtarëve që përfaqësojnë shpresën më të mirë të shoqërisë, jo për të mburur, por për thënë të drejtën, ashtu duhet të jemi, më të ndershmit, më të drejtët, më të moralshmit, sepse besimi nuk është në gojë një shprehje një dëshmi, por se është dëshmi në zemër, një pranim në zemër dhe dëshmi me gjuhët tona dhe me veprat tona. Jeni populli më i mirë të dalë nga tërë njerëzimi. Urdhëroni në të mirën dhe ndaloni nga e keqe dhe besoni në Allahun vetëm. Në këtë gjendje kaq të keqe, të trazuar, kaotike, besimtari ruroni në rregulluesit, se përndryshe kur vjen dënimi i Allahut azza wa jall, dhe askush mos mendojë se kjo afatizi që kam fillim,
Kjo vonesë do vazhdoj për herë. Do vi moment kur dënimi sfret. Ka paralajmërimet të cilat e paralajmërojnë njeriu të kthehet tek Zoti i tij, që lidhen me individin ose paralajmërimet përgjithshme. Por se besimtari për të hequr përgjegjësi që ka për Allahut Azza wa Jall, luan gjithmonë rolin e rregulluesit, këshilluesit, përmirësuesit të shoqërisë. Nuk ka frikë, nuk heziton, nuk është indiferent, nuk është inferior, por se ai është krenar i fuqishëm në drejtën, në të mirën, është këshillues dhe përmirësues i shoqërisë. Prandaj, pasi i përhapet këto të këqija, duke filluar nga mohimi, ateizmi, idhujtaria, neglizhenca dhe i fesë, praktikja e fesë bëhet mod. Përshmimi i fesë bëhet mod i Zotit. Lënia munjan, mos dhënë rëndësi asaj që Allahu ka urdhëruar në fenë e tij. Pra bëhet duke pasuar shumicën e njerëzve. Atëherë çfarë bëhet? Pritet dënimin e Zotit. Allahu na ruaj. Dhe askush për nesh nuk e kërkon dënimin e Zotit. Dhe askush për nesh nuk e do dënimin e Zotit. Por se Allahu i madhëruar nga mëshira e tij na vjen me paralajmërime të cilat na ndojnë dhe na kujtojnë Zotin. Besoj se askush për nesh nuk ka përjetuar, inshallah jo, që shtëpia e tij përmbytet ose biznesi i tij përmbytet. Nuk që ka përjetuar Allahu e shpëtoft dhe e largoft keqen. Atëherë njeriu e kujton veten e tij, thotë pse? Dhe përmbytja të ndëruar vëllezër që ndodh sot, që shikojmë për lajme, është një nga llojet e dënimeve që Allahu ka dënuar popullin e mëparshëm. Besimtari lexon Kur'anin shpesh dhe nuk ka harruar historinë e kujt profetit. Nuh alayhis salam. Populli i Nuhut alayhis salam është përmbytur, po jo të përmbytje, jo. Të në shumë përmbytje timin në krahasim me të njëjtin përmbytje që është përmbytur populli i Nuhut alayhis salam. Këto janë paralajmërime të vogla. Janë sidosh dalje e lumejve nga shtratet e tyre një metër ndoshta, ose 70 metra. Për shkak të shumë shkaqeve të tjera që dhe të janë për dënimin e Allahut Azza wa Jall, kur jetojnë në një shoqëri, kur qeverisja e atij vendi nuk do të di për popullin fare. Por se shikojnë vërej përmbytje të frikshme në realitet. Njerëz janë dëmtuar shumë të tyre, bizneset, dhe lutim Zotin të shpëtojë ata njerëz, të largojë dënimin e tij nga ata, dhe të udhëzojë në rrugën e drejtë. Por se besimtari i mirë përkujton sepse qëllimi që Allah i madhëruar ka treguar, ka përshkruar se si ka dënuar popujt e mëparshëm, cili është që njerëzit të përkujtohen, të ndjekin në rrugën e profetëve dhe t'i largohen ndjekjes së popujve të dënuar. Urësia më e madhe që Allah i madhëruar ka tek përshkrimi i dënimit të popujve të mëparshëm është të pasojnë rrugën e profetëve dhe të largohemi nga rruga e popujve të dënuar. A e dini të dënuar vëllezër, se ju e dini se si është dënuar populli i Nuhut alayhis salam? Nuh alayhis salam e ftoi popullin e tij 1550 vite, pra në 50 vite, ftoi natën, dikën, hapë, shehurazi, dhe pak për tyre besuan. Dhe Allah i madhëruar thot për anijen e Nuhut alayhis salam, dhe anijen e tokët e vogël, thot dhe ajo thot, lundron, pa fjalë lutër, lundron mbi dalë të cilat janë si malet. Allah i madhëruar përshkruan një përshkrim shumë madhështor, shumë agjetës se si ka ardhur dënimi te populli i Nuhut alayhis salam. Fillimisht, një shenja e parë që Allahu i dha Nuhut alayhis salam për të përgatitur, për të lëvizur dhe të hyrë në anije,
Ata anije që ai ndërtoi kur s'kishte ujë. Dhe ata talleshin me Nuh alayhis salam. Dhe thonin, ati po ndërton anije në një vend që s'ka ujë hiç. Ju qeshni sot, nesër do qeshni ne. Ju qeshni sot me besimin ton, nesër do qeshni me mohimin tuaj. Me dënimin që Allah do i dënon. Dhe shenja parë ishte shpërthimi me ujë i një fure, dhe ajo ishte shenja që Allah i madhëruar i dha Nuh alayhis salam, që përgatitesh dhe të hyrte ai në besimtarët dhe me kafshët që i kishte marrë pra nga çdo lloj çift. Dhe pasi Nuh alayhis salam hyri në anije, Allahu i thot qiellit të hapi dyert e tij dhe të zbresi ujin e tij. Dhe urdhëron tokën të shpërthejë burimet e saj. A mos mendoni të nderuar vëllezër se janë mbuluar vetë shtëpitë ose ato temët, janë mbuluar dhe malet. Sepse Allahu i madhëruar e përshkruan që tallët e ujit ishte si malet e lartë. Dhe nuk mbeti mbi tokë vetë se anija e Nuhut alayhis salam dhe populli që besua. Dhe është për të përkujtuar momentin kur djali i tij, Nuhut alayhis salam, refuzoi të vërtetën, refuzoi thirrjen e ftesën e kujt, e babait të mëshirshëm, këshillues, dhe i tha o biri im, hajde me mua, në anijet, besosh në Allahu azza wa jall. Ai tha, jo, babai im, unë do hypi në majtë të madhe dhe të shpëtoj. O biri im, sot nuk ka shpëtim nga dënimi i Allahut. Versa të që Allahu mëshiroj. Dhe në moment e labëron të alta e fëtot dhe atësaj. Dhe askush mos mendoj për nesh, se pa mendim tek Allahu azza wa jall, pa u kthyer te Zoti i lartë madhëruar, mund shpëtoj dikush nga ato gjunahe që i bën me kryelartësi dhe me vetdije ai krijues të tij. Dhe besimtari do të jetë gjithmonë këshillues, do të jetë gjithmonë përmirësues për veten e tij dhe për shoqërinë që e thon. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi përket vetëm Allahut të madhëruar, paqja Allahut dhe bekimet e tij qofshin profetin tonë Muhammed alayhis salam, në familjet e nderuar, shokët e tij besnik, në çdo besimtar që ndjek rrugën profetike deri në të ardhmen. Të nderuar vëllezër, dallëvet janë një përgjithësi që kanë ardhur disa argumente në ajetet kuranore dhe hadithet. Tregojnë pra rëndësishmërinë, rëndesën, madhështinë e sprovave. Thot profeti alayhis salam, furnizohuni në punë të mira, se do vinë ditë që mbajnë sprova shumë të rënda që i ngjajnë dallë dhe të mëdha. Në natën e zezë, dallë të mëdha si malet në natën e zezë. Gëdhijet njeriu besimtar dhe ngryset jo besimtar. Ngryset besimtar dhe gëdhijet jo besimtar e shet fenë e tij, besimin e tij për një plaç për diçka të dynjas. Prandaj, nderuar vëllezër, përballja me sprovave kërkon pendim, kërkon iman, kërkon sinqeritet, devotshmëri dhe punë të mira. Dhe suksesi vjen vetëm nga Allahu i madhëruar, duke u mbështetur vetëm tek ai. Gjithashtu, e theksoj dhe e mbyll khutbën e dytë, që qëllimi që Allahu i madhëruar i përshkruan dhe i tregon tregimet e profetëve me popujt e tyre është të përkujtohemi, të marrim mësim, të mos ndjekim rrugën e të humburve, të mos ndjekim rrugën e popujve të dënuar, po të ndjekim rrugën e profetëve, atyre njerëzve më të mirë, të atyre shoqërive, njerëzve më të moralshëm, më të ndershëm, më besnik që ka pas
Ajo shoqëri. Thot Allahu azza wa jall: "Walaqad taraknaha ayah, fahal min muddakir, فكيف كان عذابي ونذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر." Dhe ne atë që dëm me popullin e Nuhut alayhis salam, e dëm argument, a ka dikush për ju që të kujtohet? فكيف كان عذابي ونذور. Dhe si ishte dënimi im sa i rënd dhe paralajmërimi im. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. Por ne e kemi lehtësuar që Kurani të jetë i lehtë në përkujtim në marrjen e mësimeve. A ka dikush për ju që merr mësim? Ne lutem Allahun e madhëruar të na bëjë për atyre që marrin mësime nga Kurani dhe Suneti rruga profetike. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة.